Një vendim financiar ndryshon gjithçka për 5 shenja. Kjo video flet për një moment ku parat nuk varen nga fati, por nga një vendim i vetëm. Për 5 shenja zodiaku, hapet një fazë ku zgjedhjet financiare nuk mund të shtyhen më. Një lëvizje e vogël mund të sjellë rritje, ndërsa një gabim i thjesht mund të kushtojë shtrenjtë. Energjia e kësaj periudhe kërkon qartësi, përgjegjësi dhe guxim për të vepruar ndryshe nga më parë. Britsjapi. Një përgjegjësi financiare që ka qenë në prapaskenë del tani në qendër dhe kërkon vendim të qartë. Kjo periudhë e shtyn britsjapin të zgjedhë me sigurisë afatshkurtër dhe stabilitetit afatgjallë. Në punë, një ofertë ose mundësi për rritje kërkon analizë të thellë dhe jo vendim emocional. Bashkëpunimet funksionojnë vetëm nëse rregullat janë të qarta që në fillim. Financiarisht, është moment për riorganizim serioz, mbyllje borxhesh ose rishikim investimesh. Një pagesë e vonuar mund të zhbllokohet, por kërkon veprim konkret. Emocionalisht, kjo fazë të mëson se kontrolli i vërtet vjen nga planifikimi dhe jo nga frika e humbjes. Kur britsjapi vepron me disiplinë dhe vizion, universi e mbështet me stabilitet real. Ky vendim financiar nuk është i lehtë, por është i domosdoshëm për të ndërtuar një bazë më të fortë për muajt që vijnë. Çdo hap i menduar tani sjell qetësi më vonë dhe ndjenjen se drejtimi është në duart e tua. Peshqit. Një ndjesi e brendshme e paralajmëron se mënyra e deritanishme e menaxhimit të parave nuk funksionon më. Kjo fazë kërkon që peshqit të përballen me realitetin financiar pa u fshehur pas shpresës se gjithçka do rregullohet vetë. Në punë, një ide kreative mund të kthehet në burim të ardhurash, por vetëm nëse shoqërohet me strukturë dhe disiplinë. Financiarisht, është moment për të vendosur kufi, sidomos ndaj shpenzimeve emocionale ose ndihmave të tepruara ndaj të tjerëve. Një vendim i marrë tani ndikon drejt për drejt stabilitetin e ardhshëm. Emocionalisht, kjo periudhë sjell pjekuri dhe qartësi, edhe pse në fillim mund të ndihet e rëndë. Kur peshqit zgjedhin të respektojnë vlerën e tyre dhe të mos sakrifikojnë sigurinë personale, energjia financiare fillon të ndryshojë. Ky vendim nuk është thjesht për para, por për vetrespekt dhe balancë. Universi mbështet ata që mësojnë të thonë jo në kohën e duhur dhe po vetes. Luani. Një situatë që lidhet me vlerën personale dhe mënyrën si menaxhohen burimet financiare del tani në plan të parë. Kjo fazë e vendos Luanin përballë një vendimi që kërkon pjekuri dhe jo nevojë për të dukur i fortë. Në fushën profesionale, një mundësi për të rritur të ardhurat shfaqet përmes një përgjegjësie shtesë ose roli më serioz, por kërkon përkushtim real. Financiarisht, është e nevojshme të rishikohen shpenzimet që bëhen për imazh dhe jo për nevojë. Një vendim i gabuar mund të ndikojë buxhetin për disa javë. Emocionalisht, kjo periudhë i mëson Luanit se vetë vlerësimi nuk matet me sa shpenzon, por me sa i qëndrueshëm është. Në marrëdhënie, mbështetja emocionale ndikon drejt për drejt edhe në sigurinë financiare. Kur Luani zgjedh maturinë mbi impulsin, energjia fillon të stabilizohet. Ky vendim financiar shënon një kthes të rëndësishme drejt më shumë kontrolli, qartësie dhe përgjegjësie. Ajo që ndërtohet tani krijon bazë më të fortë për besim personal dhe siguri afatgjatë në jetën e përditshme. Binjakët. Një informacion i ri ose një bisedë e papritur e vendos binjakët përballë një vendimi financiar që nuk mund të injorohet. Kjo fazë kërkon që mendja e shpejtë të kombinohet me analizë të thellë, sepse jo çdo mundësi është aq e favorshme sa duket në fillim. Në punë, një ide ose propozim sjell potencial fitimi, por vetëm nëse detajet kontrollohen me kujdes. Financiarisht, është moment për rregullim dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Shpenzimet e vogla, por të shpeshta, mund të krijojnë boshllëk pa u vënë re. Emocionalisht, kjo periudhë i mëson binjakët të fokusohen dhe të mos shpërndajnë energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Në marrëdhënie, qartësia në komunikim ndihmon edhe stabilitetin praktik. Kur binjakët zgjedhin të ndalen dhe të analizojnë përpara veprimit, vendimi financiar bëhet më i sigurt.
Ky është moment për të ndërtuar strukturë dhe për të kthyer informacionin në përfitim real. Ajo që vendoset tani ndikon drejt për drejt ritmin financiar të javëve në vijim dhe sjell më shumë kontroll mbi drejtimin personal. Akrepi. Një situatë financiare që ka qenë e paqartë ose e shtyrë për një kohë të gjatë kërkon tani përballje të drejtë për drejtë. Kjo fazë vendos akrepin përballë një vendimi që nuk mund të shmanget më, sepse çdo vonesë sjell pasiguri më të madhe. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim kërkon transparencë totale dhe kushte të qarta. Nuk është moment për lojra të fshehta apo premtime të paqarta. Financiarisht është koha për pastrim, riorganizim dhe mbyllje të detyrimeve që rëndojnë mendërisht. Një vendim i fortë sjell lehtësinë, edhe nëse fillimisht duket i vështirë. Emocionalisht, kjo periudhë i mëson akrepit se kontrolli i vërtet nuk vjen nga mbajtja e gjithçka e brenda, por nga qartësia dhe veprimi i drejtë. Në marrëdhënie, stabiliteti financiar lidhet ngushtë me besimin. Kur akrepi zgjedh ndershmërinë dhe disiplinën mbi frikën, energjia fillon të ndryshojë në favor të tij. Ky vendim financiar shënon fundin e një faze të paqëndrueshme dhe hap rrugën për më shumë siguri dhe kontroll real mbi jetën praktike dhe emocionale. Ky është një moment ku vendimet financiare nuk mund të merren lehtë ose të shtyhen më. Për këto 5 shenja, një zgjedhje e vetme ka fuqinë të ndryshojë drejtimin e javëve dhe muajve që vijnë. Universi nuk premton rrugë të shkurtra, por ofron qartësi për ata që janë gati të veprojnë me përgjegjësi dhe vetdije. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë mendon për këtë fazë. Pëlqej videon për të mbështetur përhapjen e mesazhit. Abonohu në Zërin e Universit për parashikime të qarta dhe profesionale. Shpërndaje me dikë që ndodhet përballë një vendimi të rëndësishëm.